Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas triumfit në spektakël, Gjesti merr edhe një tjetër çmim të madh. Këngëtari i njohur Besart Kelmendi, i njohur me Nofkën Gjesti, me paraqitjen e tij në shtëpinë e famshme, ka rrëmbyer zemrat e mira shqiptarëve, gjë që ka bërë të jetë edhe fituesi i këtij edicioni. Por me sa duket, ky është vetëm një fillim i suksesshëm në karrierën e tij. Pas çmimit të madh, ai ka fituar edhe një numër shumë të madh ndjekësish, ku llogaria e tij në Instagram numëron aktualisht 586.000 ndjekës. Para kësaj fitore, Gjesti kishte 500.000 ndjekës, prandaj shihet qartë rritja dhe interesimi për këngëtarin nga shumë njerëz.